Horoskopi 31 tetor 2025, Dashi, Merkuri sapo është zhvendosur në zonën që lidhet me shpirtin dhe frymëzimin tënd, dhe do të qëndrojë aty deri më 18 nëntor. Kjo periudhë do të të ndihmojë të komunikosh më lirshëm dhe të ndihesh më i frymëzuar. Do të kesh më shumë energji, entuziazëm dhe besim tek vetja, do të lindë dëshira për të mësuar gjëra të reja, për të zbuluar horizonte të ndryshme dhe për të parë jetën nga një këndvështrim më i gjerë. Mund të ndodhë një sqarim medik ose një bisedë që të lehtëson mendjen dhe shpirtin. Është një periudhë e mirë për të ndarë idetë tua me të tjerët, për të folur, për të promovuar punën tënde ose për të bërë më i njohur në një farë mënyre. Do të ndihesh sikur më në fund njerëzit të dëgjojnë dhe të kuptojnë më shumë. Megjithatë, kujdes, idetë e mëdha mund të duken të bukura në letër, por mund të kërkojnë më shumë punë për t'u bërë realitet. Sot do të jesh aktiv, i përfshirë në biseda, i hapur për të mësuar dhe për të zgjidhur një problem që lidhet me një mik apo me njerëzit rreth teje. Demi, Merkuri sapo ka hyrë në zonën që lidhet me intimitetin dhe ndjenjat e thella, dhe do të qëndrojë aty deri më 18 nëntor. Gjatë kësaj periudhe do të fillosh të vëresh gjëra që zakonisht t'i shpëtonin nga syt, do të lexosh midis rreshtave dhe do të kuptosh më mirë qëllimet apo ndjenjat e njerëzve përreth teje. Është një kohë shumë e mirë për të kuptuar më thellë veten, zakonet e tua, mënyrën si reagojnë instinktet e tua dhe arsyet pse ndonjëherë ndihesh ashtu si ndihesh. Do të jesh më strategjik, më i duruar dhe më i matur në mënyrën si mendon dhe vepron, prandaj idetë që të vijnë tani do të jenë më të qëndrueshme dhe të menduara mirë. Gjithashtu, mund të dalë në pah një e vërtetë e fshehur, diçka që më parë nuk e kishe kuptuar plotësisht. Sot do të ndihesh mirë kur të përqendrohesh në një gjë të veçantë që të pëlqen, ndoshta një projekt, një qëllim personal apo diçka që kërkon vëmendjen tënde të plotë. Përballja me një çështje që të ka shkaktuar stres mund të sjellë një ndjesë çlirimi dhe lehtësimi. Binjakët, Merkuri sapo është zhvendosur në shenjën tënde të kundërt dhe do të qëndrojë aty deri më 18 nëntor. Kjo do të thotë se gjatë kësaj kohe, marrëdhëniet me të tjerët do të jenë në qendër të vëmendjes. Njerëzit do të kërkojnë dhe edhe ti do të ndihesh më i hapur për të bashkëpunuar, për të folur dhe për të ndarë mendime. Është një periudhë shumë e mirë për biseda të sinqerta me partnerin, miqt apo bashkëpunëtorët. Përmes komunikimit të hapur mund të zgjidhësh mosmarrëveshje, të sqarosh ndjenja apo edhe të krijosh lidhje të reja të vlefshme. Nëse dikush të ofron një këndvështrim ndryshe, dëgjoje, edhe nëse nuk ndjek këshillën e tij. Mund të ndihmojë të shohësh situatat me sy tjetër. Sot do të kesh një ndjesi më të qartë për prioritetet e tua dhe do të ndihesh mirë që po i rikthehesh rrugës së duhur. Në aspektin shoqëror, është një ditë e mirë për të treguar besnikërinë dhe seriozitetin tënd përmes veprimeve. Njerëzit rreth teje do ta vlerësojnë shumë këtë qëndrim tënd të qëndrueshëm. Gaforia, Merkuri po lëviz aktualisht në zonën që lidhet me punën dhe shëndetin tënd dhe do të qëndrojë aty deri më 18 nëntor. Kjo periudhë do të ndihmojë të përqendrohesh më shumë tek detajet, të organizosh më mirë ditën tënde dhe të zgjidhësh probleme që lidhen me punën ose mënyrën e jetesës. Gjatë kësaj kohe, mund të mësosh aftësi të reja ose të përmirësosh ato që ke tashmë. Mund të ndihesh i frymëzuar për të vendosur rregull në gjërat e vogla, që nga dokumentet e punës e deri tek rutina jote e përditshme. Kujdes vetëm të mos stresohesh për gjëra të vogla dhe të harrosh pamjen e madhe, ndonjëherë nuk ja vlen të harxhosh energji për çdo detaj. Sot është një ditë e mirë për të përkushtuar në punë, për të bërë plane dhe për të përmirësuar mënyrën si funksionon dita jote. Mund të zbulosh burime ose mundësi të reja që të ndihmojnë të ecësh përpara. Do të ndihesh me më shumë energji dhe dëshirë për të kujdesur si për trupin, ashtu edhe për jetën tënde të përditshme. Luani, Merkuri sapo ka hyrë në shtëpinë tënde të pesë, që lidhet me krijimtarinë, dashurinë dhe argëtimin, dhe do të qëndrojë aty deri më 18 nëntor. Kjo periudhë do të sjellë një energji të lehtë dhe të këndshme në komunikim, fjalët të rrjedhin më natyrshëm, idetë të kuptohen më mirë dhe njerëzit do të vlerësojnë mënyrën tënde të menduarit dhe të shprehurit.
Do të kërkosh stimuj të rinj mendor, biseda interesante dhe aktivitete që të bëjnë të ndihesh gjallë. Mund të tërheqin persona që mendojnë si ti, që kanë humor ose shprehen në mënyrë krijuese. Gjithashtu, është një periudhë e mirë për të zhvilluar talentet e tua. Për të ndjekur hobi apo për të marrë me diçka që të jep kënaqësi shpirtërore, sot mund të kesh biseda që të frymëzojnë ose të ndihesh i përfshirë në një projekt apo marrëdhënie që të jep motivim. Mbështetja që merr nga njerëzit përreth do të rrisë besimin në vetvete dhe do të jap siguri për të vazhduar me çfarëdo që ke nisur. Virgjëresha, Merkuri sapo ka hyrë në zonën që lidhet me shtëpinë dhe familjen tënde dhe do të qëndrojë aty deri më 18 nëntor. Kjo periudhë sjell më shumë gjallëri dhe komunikim në jetën tënde personale. Edhe pse në aspektin e jashtëm mund të mos ndihesh në kulmin e energjisë për të shprehur apo për të bindur të tjerët, në familje dhe në rrethin tënd të ngushtë do të komunikosh shumë më lehtë dhe me kënaqësi. Do të kesh mundësinë të sqarosh çështje që ndoshta kanë mbetur pezull me njerëzit e afërt. Është një kohë shumë e mirë për të folur hapur dhe me qetësi, për të vendosur qetësi në marrëdhënie dhe për të bërë një rindizje në mënyrën si mendon e si shprehet. Do të mendosh më shumë për të ardhmen, për sigurinë tënde dhe për projekte që mund të sjellin stabilitet për vite me radhë. Sot do të ndihesh i motivuar për të bërë diçka të qëndrueshme, ndoshta edhe ambicioze. Kujdes vetëm të mos e ngarkosh veten me shumë detyra. Idetë e tua për punë apo mënyrën si i bën gjërat janë të forta dhe praktike, prandaj dëgjoj instinktin dhe logjikën tënde, sepse do të çojnë në drejtimin e duhur. Peshorja, Merkuri sapo ka hyrë në zonën që lidhet me komunikimin dhe shprehjen tënde dhe do të qëndrojë aty deri më 18 nëntor. Kjo periudhë do të sjellë shumë gjallëri, biseda, ide dhe mundësi për të mësuar gjëra të reja. Do të kesh dëshirë të lidhes me njerëz, të ndash mendime dhe të shprehesh lirshëm, edhe pse mund të jetë pak e vështirë të përqendrohesh gjatë në një temë të vetme. Do të përfithesh shumë informacion dhe përvoja të ndryshme që do të ndihmojnë në të ardhmen. Për shkak se Merkuri ndikon edhe në anën tënde të brendshme, mund të ndihesh më i gatshme të flasësh për gjëra personale apo sekrete që zakonisht i mban për vete. Do të jetë një periudhë e këndshme, me shumë lëvizje dhe kurreshtje, por kujdes të mos e lodhësh veten, merr pak pushim kur ndihesh i mbingarkuar. Sot është një ditë e mirë për të lidhur më thellë me njerëzit, për të bërë diçka së bashku ose për të zgjidhur një problem në mënyrë bashkëpunuese. Do të ndihesh i kënaqur kur organizon gjërat dhe kur punon me përqendrim. Marrëdhëniet janë të balancuara dhe të sinqerta sot, dhe kjo do të japë një ndjenjë qetësie dhe sigurie. Akrepi, edhe pse në fillim të ditës mund të kesh nevojë për pak qetësi dhe për të mbledhur me veten, më vonë energjia ndryshon dhe ti do të ndihesh më i gjallë, më krijues dhe më i lidhur me gjërat që të dalin nga zemra. Merkuri ka hyrë kohët e fundit në zonën që lidhet me pasuritë, financat dhe sigurinë personale, ku do të qëndrojë deri më 18 nëntor. Gjatë kësaj periudhe do të jesh më praktik dhe më i përqendruar në mënyrën si përdor paratë, talentet dhe burimet e tua. Mendja jote do të jetë e kthjellët dhe logjike, gjë që do të ndihmojë të shohësh më qartë çfarë vlen dhe çfarë jo, mund të lindin ide të mira për të fituar ose kursyer para, ose për të përdorur më mirë atë që ke. Në këtë kohë, komunikimi yt bëhet më i matur dhe i thjeshtë, preferon faktet dhe bisedat me kuptim sesa fjalët boshe. Sot është një ditë e qetë dhe e qëndrueshme për bashkëpunim dhe përqendrim. Do të kesh mundësi të punosh me vëmendje dhe durim në çdo detyrë që merr përsipër, dhe kjo do të sjellë një ndjesë kënaqësie dhe sigurie të brendshme. Shigjetari, Merkuri sapo ka hyrë në shenjën tënde dhe do të qëndrojë aty më gjatë se zakonisht, deri më 18 nëntor, e më pas sërish nga 11 dhjetori deri më 1 janar. Kjo ndodh sepse Merkuri do të lëvizë në prapavi në shenjën tënde në nëntor. Për momentin, kjo është një periudhë shumë e mirë për ty, fjalët rrjedhin me lehtësi, mendja është e kthjellët dhe ke aftësi të shprehesh qartë dhe me bindje, do të jesh më komunikues se zakonisht, më i angazhuar në biseda dhe mund të tërheqësh vëmendjen e njerëzve për mënyrën si mendon dhe si shprehesh.
Është një kohë e mirë për të nisur diçka të re, një projekt personal. Një ide që të ka qarkulluar në mendje, apo për të mësuar diçka tërësisht të re. Megjithatë, kujdes, mendja mund të jetë tepër aktive dhe ndonjëherë mund të lodhesh nga shumë mendime e plane. Kujtohu të pushosh pak dhe të mos i analizosh gjithçka në detaj. Ndonjëherë është më mirë të lësh gjërat të rrjedhin. Sot, njerëzit do të vlerësojnë mendimet dhe sugjerimet e tua më shumë se zakonisht. Ke një mënyrë të ngrohtë dhe të këndshme për të shprehur, që të ndihmon të krijosh lidhje të mira me të tjerët. Gjithashtu, mund të ndihesh mirë duke krijuar diçka me vlerë, qoftë një ide, një punë konkrete apo diçka që të jep ndjesi përmbushjeje. Britsjapi, Merkuri ndodhet tani në zonën që lidhet me privatësinë dhe botën tënde të brendshme, ku do të qëndrojë deri më 18 nëntor. Kjo periudhë të shtyn të tërhiqesh pak nga zhurma e jashtme dhe të përqendrohesh më shumë tek mendimet dhe ndjenjat e tua. Është një kohë e shkëlqyer për të reflektuar, për të dëgjuar intuitën dhe për të kuptuar më thellë veten. Mund të ndihesh më i qetë dhe i përfshirë në botën tënde mendore, ndoshta duke kaluar më shumë kohë vetëm, duke analizuar situata apo duke menduar për të ardhmen. Gjatë kësaj kohe mund të mos kesh shumë dëshirë të flasësh për çdo gjë me të tjerët. Disa ide dhe plane mund të preferosh t'i mbash për vete derisa të jenë më të qarta. Është periudhë e mirë për përgatitje, për planifikim të kujdesshëm dhe për të kuptuar se çfarë të jep vërtet ndjenjë sigurie. Sot mund të ndihesh i frymëzuar nga një ide afatgjatë, diçka që lidhet me stabilitetin, sigurinë ose ndërtimin e një baze të fortë për të ardhmen. Edhe pse mund të mos jesh shumë i zëshëm, mendimet e tua janë të thella dhe me shumë kuptim. Ujori, hëna vazhdon të kalojë në shenjën tënde në mëngjes, por më vonë hyn në zonën që lidhet me pasuritë dhe sigurinë personale. Do të ndihesh më i përqendruar tek ato që mund të ndërtosh ose realizosh dhe komoditeti apo nevojat fizike tërheqin më shumë vëmendjen tënde. Merkuri sapo ka hyrë në shtëpinë tënde të 11, ku do të qëndrojë deri më 18 nëntor. Kjo sjell energji të mirë për të komunikuar me miqt, për të ndarë shpresat dhe idetë e tua me njerëz që mendojnë si ti dhe për të përfituar nga rrjetet dhe grupet sociale. Do të lindin diskutime interesante, ide të reja dhe mundësi për të mësuar gjëra të dobishme nga miqt ose bashkëpunëtorët. Sot do të kesh aftësi më të madhe për të fokusuar dhe për të angazhuar në diçka që të pëlqen. Mund të ndihesh i frymëzuar të japësh një dorë dikujt tjetër, të ofrosh këshilla ose informacion, dhe kjo do të sjellë kënaqësi. Përveç kësaj, pasionet dhe qëllimet e tua për lumturi apo për jetën sociale janë në qendër të mendimeve të tua sot. Peshqit, Merkuri po kalon në shtëpinë tënde të 10, që lidhet me karrierën dhe rrugën tënde në jetë, dhe kjo fazë do të zgjasë deri më 18 nëntor. Gjatë kësaj periudhe, mënyra se si komunikon ka më shumë ndikim, njerëzit të dëgjojnë qartë dhe vlerësojnë fjalët e tua. Në punë ose projekte profesionale mund të ketë një fokus të ri mbi komunikimin. Nuk ka nevojë të ndihesh i pasigurt për të shprehur, por kujdesi për tonin dhe taktfullsinë është i rëndësishëm, sepse fjalët e tua tani kanë më shumë peshë dhe arrin një audiencë më të gjerë. Sot mund të ndihesh i aftë të marrësh vendime për karrierën ose rrugën tënde në jetë. Mendja jote është tek thjellët, vendimet duken më të qarta dhe mund të ndjesh një motivim të veçantë për të treguar përkushtim ndaj dikujt ose për të vënë re qartë përkushtimin që dikush ka ndaj teje.